Sistemi që dështoi keq. Ky sistem ishte ndërtuar për të qenë i qëndrueshëm, i sigurt. Në teori gjithçka funksiononte perfekt, por realiteti nuk ndjek teori. Në fillim, askush nuk e vuri re problemin, sepse sistemet nuk dështojnë menjëherë, ato dështojnë ngadalë me sinjale të vogla që duken të parëndësishme. Një paralajmërim u injorua, një test u anashkalua, një kompromis u justifikua si i përkohshëm, dhe çdo herë vendimi dukej i arsyeshëm. Problemi ishte se sistemi nuk ishte ndërtuar për gabime njerëzore, ishte ndërtuar për funksionim ideal, dhe asgjë nuk funksionon gjithmonë në mënyrë ideale. Kur presioni u rrit, dobësitë u shfaqen. Një pjesë ndikoi në tjetrën, një gabim i vogël u kthye në reaksion zinxhir. Në atë moment nuk ishte më çështje nëse sistemi do të dështonte, ishte vetëm çështje kohe. Kur dështimi ndodhi, ishte i menjëhershëm, dhe pasojat ishin shumë më të mëdha se sa ishte menduar. Jo sepse sistemi ishte i keq, por sepse ishte shumë i kompleks për të kuptuar plotësisht. Pas dështimit, filluan pyetjet. Kush e projektoi? Kush e aprovoi? Kush duhet ta ndalte? Por përgjigjja ishte gjithmonë e paqartë, sepse sistemi ishte aq i madh se askush nuk ndjente përgjegjësitë plot. Sot, ky rast studiohet si shembull i një të vërtetë të rrezikshme. Sa më i madh sistemi, aq më e vështirë është ta ndalësh para se të dështojë. Pyetja nuk është pse dështoi ky sistem. Pyetja është sa sisteme të tjera po funksionojnë tani vetëm sepse ende nuk kanë dështuar.